Ministre, a mund kemi një qendrim të juve në lidhje me këtë çfarë ndodhi në nderuar gazetar, veç ma ngadal. Këtu jam, nuk ju iki. Kemi pritë që sot. Faleminderit që keni prit ju siç e vërejtet edhe vet sot ishit prezent në seancën gjyqësore. Pra, unë sot isha në seancën gjyqësore, pra në gjykatën themelore, lidhur me akt akuzën kundër meje nga Prokuroria Speciale, lidhur me çështjen e rezervës shtetërore, përkundër që unë ndihem krejtësisht e pafajshme, sepse është një proces tendencios nga Prokuroria Speciale e Kosovës, duke shkelur çdo procedurë ligjore, duke qenë në kundërshtim me ligjin për rezervat shtetërore dhe ligjin për mbrojtjen e informacionit të klasifikuar, ka iniciuar këtë akt akuzë ndaj meje, por më e rëndësishmja është të theksoj se qytetarët e Kosovës nuk kanë nevojë të brengosen për konsolidimin e rezervës shtetërore, të cilën e kemi rritur në qeverinë Kurti 2, për shumë fish në kohën më të vështirë, kur ishte rezerva shtetërore e pa konsoliduar dhe jo në funksion të përgjigjes ndaj qytetarëve. Në kohën kur kufit ishin të mbyllur me shpërthimin e luftës në Ukrainë, dhe në kohën më të vështirë kur nuk kishte eksport të produkteve bazike në vendin tonë, pra produkteve bazike jetike për jetesën e qytetarëve tonë. Në këtë kohë të vështirë ne siguruam dhe konsoliduam rezervën shtetërore. Sa është e rëndësishme të përmendi se për këtë proces që është tejet i rëndësishëm për qytetarët tonë, për sigurinë e popullit tonë, megjithatë, Prokuroria shkeli ligjin, siç e kam theksuar edhe më herët, përkundër që ne i kemi pasur dhe jemi në proces gjyqësor me operatorët ekonomik të cilët nuk kanë përmbushur detyrimet e tyre dhe është proces i hapur gjyqësor pra me këta operatorë. Tërësisht Prokuroria Speciale e Kosovës nuk po përfill ligjin dhe po vazhdon pa përfillur procedurat ligjore të ligjit për rezervën shtetërore dhe ligjit për mbrojtjen e informacionit të klasifikuar. Ashtu si unë edhe mbrojtja ime jemi të bindur për këto veprime të paligjshme dhe këtë do ta dëshmojmë deri në fund të këtij procesi. Ju faleminderit. Ministra, mund të tregoni, është një dokument sekret, nëse ajo marrëveshje bëhet në bashkëpunim me atë një personi që nuk ka certifikat të sigurisë, edhe që ka ardhur aty vetëm si një mik juaj, pra është fjala për Ridvan Marrinin. Ju sot jeni larguar nga seanca sepse është seancë e mbyllur. Nuk më lejohet asgjë të deklarohem te ju në lidhje me proceset që janë në seancë të mbyllur. Ju faleminderit. Po është Çdo të mirë? Po është dokument sekret nëse ja keni dhënë një personi që s'ka pasur fare funksione. Këtë rast ka qenë vetëm informativ. A janë ato dokumente sekrete, ministra? A kështu mund t'ju na tregu çka janë për juve dokumentet sekrete?